Shuhet në moshën 80 vjeç Vincent Pastore, ylli i serialit The Sopranos. Vincent Pastore, aktori amerikan që u bë i njohur për publikun me personazhin Salvatore Big Pussy Bon Pensiero në serialin e famshëm The Sopranos, është ndarë nga jeta në moshën 80 vjeç. BBC raporton se Pastore u gjet pa shenja jete në shtëpinë e tij në lagjen Bronx të New Yorkut. Autoritetet nuk kanë konstatuar element që mund të ngrenë dyshime për një vepër penale. Famën ndërkombëtare ai arriti duke interpretuar Salvatore Big Pussy Bon Pensiero, mikun e afërt të Tony Sopranos, i cili gjatë zhvillimit të ngjarjeve nisi të bashkëpunojë me FBI-n. Eliminimi i personazhit në sezonin e dytë mbetet një prej skenave më të paharrueshme të serialit. Megjithatë, Pastore u shfaq në të 6 sezonet nëpërmjet skenave rikrijuese. Menaxheri i tij, Robert Atterman, e kujtoi atë si një artist të përkushtuar dhe si një njeri zemërgjer. Në sytë e publikut ai do të mbetet gjithmonë Big Pussy, por për ata që e njihnin ishte shumë më tepër. Ai e donte aktrimin, respektonte kolegët dhe gjithmonë mbështeste aktorët e rinj, duke u dhënë këshilla dhe ndihmë. Atterman, sipas menaxherit, ndarja nga jeta e Pastore përbën një humbje personale për të, pasi për më shumë se 3 dekada kishte ndjekur nga afër jo vetëm rrugëtimin e tij të suksesshëm profesional, por kishte njohur edhe njeriu në jashtëzakonshëm që ishte. Pastore lindi në Bronx në vitin 1946, përpara se të ndiqte karrierën në aktrim. Ai shërbeu në marinën amerikane gjatë luftës së Vietnamit. Hapat e parë në kinematografi hodhi me role në produksione të njohura Goodfellas dhe Carlitos Way. Më pas ai u bë pjesë edhe e serialeve Law and Order, General Hospital dhe Hawaii Five-O. Pavarësisht roleve të shumta, interpretimi në The Sopranos ishte ai që renditi mes figurave më të njohura në televizionin amerikan. Në vitin 2000, Pastore dhe pjesëtarët e tjerë të kastit morën edhe çmimin, duke konfirmuar suksesin në një prej serialeve më të vlerësuara në historinë e televizionit.